Galeria e Arteve në Prishtinë ishte një lloj oaze për skenën e artit vizual në Kosovë, që nga fundi i viteve 70, kur edhe u hap, do të lulëzonte e do të bëj hapësirë për ekspozimin e pionerëve të artit pamor në Kosovë. Zente vend një prej hapësirave të Pallatit të Rinis. Pas luftës së fundit, ai institucion u bë Galeria Kombëtare e Kosovës. E të shtunën mbrëmë është hapur Galeria e Arteve e Prishtinës në vendin ku funksiononte dikur. Kjo iniciativë ka ardhur jo vetëm si hapësirë shtesë ekspozuese, por edhe si kujtesë kolektive e kryeqytetit. Tash shteti ka Galerinë Kombëtare të Kosovës, artistë e dashamirë të artit janë mbledhur për inaugurimin e rihapjen e Galerisë së Arteve të Prishtinës si iniciativë e Komunës së Prishtinës. Kryetari i qytetit, Përparim Rama, ka kujtuar galerinë e dikurshme kur si fëmijë e shëtiste. Po është një emocion i vërtet, sepse ma përkujton fëmijërinë si vogël. Kjo hapësinë faktikisht është hapur dikon rreth fundit të viteve 70-ta, prej një ekipe të mrekullueshme atëherë me shoqërinë Imanin e me artistë tjerë. Edhe në vitet e 80-ta e muaj menun si i vogël, nërë ke bova përdore, kështu kësho dhe do fëmi këtu që i kanë marrë prind me veti, dhe ka marrë dhe janë inspiru prej artit, prej punimeve të shumta, prej ekspozitave të shumta që i kam pa unë vetë, si i vogël, e pastaj prej këtu, shkojshim lartë në sallën e kuqe, në performancat të orkestrës simfonike, të ndonjë performance ashtu baletit apo valle tjera. Drejtoresha e Kulturës, Sibel Halimi, ka thënë se ky projekt është iniciuar për të qenë vazhdimsi e kujtesës kolektive. Sot peshojnë veprat e artistëve tanë, doajenëve tanë, të cilët në kohët më të vështira kam pasur një rol emancipues të shoqërisë sonë kosovare dhe për këtë jam shumë e lumtur që edhe me emrin e ekspozitës së tanishme kemi dashur që ta bëjmë një ndërlidhje mes së kaluarës dhe të tashmes dhe po ashtu të ardhmes. Për shkak se ne si institucione së bashku me kryetaren kemi dashur gjithmonë që asnjëherë të mos iniciojmë një projekt pa qenë vazhdimësia e një kujtese kolektive dhe padyshim kjo hapësirë përmban në vete një memorie të jashtëzakonshme ku arti ka shërbyer edhe si një katarsis, ka shërbyer si një ushqim shpirtëror. Rihapja e Galerisë së Arteve të Prishtinës është parë si monument i rëndësishëm për skenën kulturore të qytetit. Ekspozita inauguruese e Retrosintez ka sjellë gjeneratën e artit vizual. Është organizuar nga Asociacioni i Artistëve Vizual të Kosovës dhe është kuruar nga Zeni Ballazhi, si një lloj dialogu midis trashëgimisë artistike në kohën e artit bashkëkohor. Aty janë peizazhet e mjekullta të Tahir Emrës e forma me motive tradicionale. Por mësimet e kokave të çrregullta nga Xhelor Gjokaj, si dhe trupa njerëzish të pastrukturuar. Grafika e skulptura nga Agem Çavdar Basha, format mitike të Nusret Saleh Hamidiqit, shpërthimet në ngjyra të Muslem Mulliqit, pikturat kubiste të Ibrahim Kodrës dhe jo vetëm, janë edhe veprat e çmuara të Recep Ferrit, Adem Kastratit, Daud Berishës, Angel Berishës, Hamdi Bardit, Kadrush Ramës, Tahir Emrës e të Svetozar Kamenović. Artisti Kamuran Goranci, drejtor i Asociacionit të Artistëve Vizual të Kosovës, ka thënë se hapësira e inauguruar është problem për këta emra. Është një shpërblim për krijuesit të cilët gjatë kohëve të vështira e mbajtën artin gjallë, nuk e lëshuan, edhe pse u mbyll kjo një kohë, prapë ju rikthyer atë. Do të thotë nuk është vetëm një vendim administrativ, por është një vendim shumë i guximshëm, simbolik për të drejtat, për identitetin e artit dhe për të drejtat e artistëve të Kosovës. Janë gjithsej 64 vepra të ekspozuara të mediumeve e teknikave të ndryshme. Kuratori Zeni Ballazhi ka thënë se ai u takojnë ekspresionizmit, impresionizmit, kubizmit, abstraksionit e ekspresioniste abstrakte. Ekspozita Retrosintez ndërton një orë midis kujtesës dhe analizës, duke rikthyer vëmendjen te rrënjët dhe zhvillimit, me të thënë se në arti pamor në Kosovë gjatë viteve 50-90.
Në këtë kontekst, koleksioni Orni krijuar nga Fatlum Haliti dhe Linda Sefa Haliti përfaqëson një homazh për shpirtin krijues të artistëve të kësaj periudhe. Përmes veprave të përzgjedhura me kujdes, koleksioni ofron një pasqyrë të pashembull mbi kontributin vizionare të artistëve që formsuan identitetin. Artisti Ismet Jonuzi ka kujtuar fillimin e rrugtimit të tij si artist, po në Galerinë e Arteve të Prishtinës. Mu më bën pak nostalgjik kjo hapësirë, sepse unë jam bëj njohur në këtë hapësirë. Në vitet e 80-ta, kjo ka qenë galeria kombëtare, galeria e arteve shquajtur atëherë, edhe këtu janë bërë të gjitha ekspozitas, tek në vitet e 90-ta është kalu në objektin nacional të biblioteka, po unë mendoj që kjo është hapësirë mrekullueshme dhe më e mirë se sa ajo nacional. Edhe kjo gjithmonë kënë, sa herë ko marrë këtu në lidën këtë koridor më kënë kalumën, sepse ka qenë një mrekulli, atër ka qenë edhe një edukimi i gjenerata, sepse nanat me fëmijë vinin këtu, vinin në elid edhe mandej hynë në ekspozit dhe është kriju një farë kulture, një farë qytetarëve të këtuj që për pas shëtitjeve ata këthenin edhe këtu. Në fillim tetor, Galeria Kombëtare e Kosovës hapi arkiven e saj, që përfshinte veprimtarinë që nga fillimi. Edhe te Galerisë së Arteve, nga arkivi të fala shoqërore kuruar nga Hana Halilaj, nëpërmjet materialeve arkivore dëshmonte rolin e institucionit të sapo krijuar kulturor më 1978 e deri te zhvillimi dhe vizioni për të, paralelisht me ndikimin e mendësisë patriarkale në skenën artistike.